Shkënda Lili është detektive a parë në Shqipëri, nuk ka ardhur për investigim, ka ardhur për intervistë. Shkënda, sa vjet ke që merresh? 8 vite. 8 vite detektive private. Kush janë çështjet kryesore që mbulon? Dominojnë shumë tradhtë bashkëtorë. Do të thënë gruaja do të marrë vesh mos e tradhton burri apo dhe burri gruaja? Absolutisht, edhe burri. Kush janë më shumë kurioz? Kuptohet, femra e ka ato instiktin më të theksuar për të ditur lëvizjet e partnerit, qoftë bashkëshortit, të dashurit apo po. Kush ka qenë çështja e parë? Për çfarë ka qenë? Për tradhti bashkëtorë. Për tradhti bashkëtorë, erdhi gruaja dhe e kape burrin? Fatmirësisht ose fatkeqësisht doli me sukses kjo. E kape domethënë. Po gratë si reagojnë kur e marrin vesh? Reagimet janë të ndryshme, varet nga klienti që kam unë përballë, por kuptohet, shpërthimet janë të momentit, reagojnë jo mirë. Po veç tradhtisë bashkëtorë, çfarë mbulon tjetër? Pjesën e njerëzve të humbur, pjesën e rrjeteve sociale dhe investigimi i adoleshentëve që prindrit kërkon për të parë veprimtarinë e fëmijës. Punon vetëm apo me ekip? Absolutisht me ekip. Me ekip, ka shumë veta ekip? Ka. Përdor dhe mjete? Absolutisht po. Po ty të përgjojnë? Po, deri tani s'kam zbuluar asgjë që nuk e kam dekonspiruar personin që mund të më zbulojë, por çfarë s'bën vaki dhe mund të më. Je kujdesshme? Absolutisht, vigjilente gjithë kohës. Po kur e kap, po e quaj njërin nga personat që ka tenton ai të korruptoj? Kanë tentuar, në fakt, por në zyrën time nuk ndodh kjo gjë. Nuk ndodh. Absolutisht. Detektive private ka 8 vjet. Ky profesion ku doli? Vetëm ky mos dilte. Po, ky profesion ka ekzistuar në çdo 100 ca vjet në botë, por Shqipëri. Faleminderit.